O ju të cilët keni besuar. Pra Allahu e thret besimtarët dhe besimtaret. O ju të cilët e keni ja besën se do ta besoni Allahun Azza wa Jall deri në vdekje. U është bërë ju obligim muaj i bekuar i Ramazanit, ashtu siç ishte obligim për ata që ishin para jush, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm dhe të arrini devocionin. Pra, në këtë ajet është e qartë urdhri i prerë i Allahut Azza wa Jall me fjalën u është bërë obligim. Pra muaji i bekuar i Ramazanit agjerimi. Sikurse që ishte obligim për popujt që ishin para jush. Që mund të nxjerrim nga kuptimi i ajetit se agjerimi nuk ka qenë si veçori vetëm e umetit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por ishte veçori edhe umeteve tjera tek pejgambert të cilët e kishte dërguar Allahu Azza wa Jall tek popujt dhe fiset e ndryshme. Andaj, çdo popull e ka pasur agjerimin e vet në formën e veçantë, jo gjithsesi në këtë formë cilën ne e kemi për 30 ditë apo 29 ditë, por ka pasur formën e veçantë të agjerimit, andaj dhe ka dalluar ky legjislacion prej legjislacioneve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në aspektin e agjerimit. Andaj transmetohet se Musa alaihi salam ka agjëruar për 40 ditë me radhë, kurse ne kemi agjërimin për 30 apo 29 ditë, varësisht prej muajit dhe shikimit të hënës. Për këtë arsye, pra, forma e agjerimit tek popujt e mëhershëm ka qenë më ndryshe se sa forma e agjerimit që e bëjmë ne sot si ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por ajo që na bashkon është se të gjitha këto ummete e kishin si legjislacion, si dispozit pra agjerimin e muajit, pra muajit Ramazan.